Gati se i gjithë Koçani sot është në protest. Qytetarët kërkojnë përgjegjësi për vdekjen e deri tani 59 personave nga djegja e diskotekës Puls. Në protest, protestuesit brohoritën vrasës. Protestuesit shkuan edhe tek godina e komunës, ku filluan të gjuajnë me gjësende të ndryshme në drejtim të objektit, derisa kërkonin që të paraqitet kreu i komunës Lupço Papazov. Në ndërkohë, rreth 30 orë pas tragjedisë që tronditi jo vetëm qytetin, por mbar Maqedoninë dhe botën, jep dorëheqje kreu i komunës së Koçanit, Lupço Papazov. Paralajmërimi për dorëheqje ishte deklarata e parë dhe e fundit publike e tij, pas zjarrit në klubin e natës Puls. Kreu i Koçanit dje nuk u duk fare në vendin e ngjarjes, nuk pati asnjë prononcim dhe ishte i pakapshëm për mediat. Dorëheqjen e paralajmëroi në rrjetet sociale. Papazov theksoi se dorëheqjen e jep për arsye morale, sepse siç thot, nuk ka kompetenca sa i përket ngjarjes tragjike. Duhet të hetohen të gjitha detajet, të zbulohen të gjitha mangësit, ndërsa të gjitha ata që kanë kontribuar për këtë tragjedi duhet të mbajnë përgjegjësi. Edhe pse në bazë të ligjit nuk kisha kompetenca direkte në këtë rast, jam i gatshëm t'u përgjigjem të gjitha pyetjeve për gjithçka, përfshirë për veprimet e mia personale. Nëse ekziston çfarëdo dyshimi për përgjegjësinë time, i bëj thirrje prokurorisë ta hetoj atë dhe të veproj në bazë të ligjit, ka shkruar Lupço Papazov. Kryeministri Mickoski përsëriti se kreu i Koçanit nuk ka kurrfarë përgjegjësie, ndërsa dorëheqjen e jep për arsye morale. Mickoski fajin për të gjitha parregullsitë ja faturoi veprimeve të institucioneve në të kaluarën. Ai përsëriti se nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje, por se test për kredibilitetin e tij do të jenë zgjedhjet e ardhshme. Kreu i komunës pa kurrfarë përgjegjësie është i virtytshëm, prandaj sot dha dorëheqje. Në këtë situatë asgjë nuk mvaret nga ai. Mund të ma hidhni mua fajin. Unë jam fajtor. Objekti është legalizuar në përputhje me ligjin për legalizimin e ndërtimeve jo ligjore në vitin 1999 dhe 2014. Objekti fillimisht ka marrë leje ndërtimi, ndërsa në vitin 2014 është riformuar parcela dhe në përpikëri elaborati përputhet me ligjin, deklaroi Kristian Mickoski, kryeministër.